mirë se keni ardhur në panairin e radhës për gratë në biznes, të dashura ndërmarrëse, duararta, të dashur përfaqësues të mediave, faleminderit gjithmonë për prezencën tuaj sa herë që ju dërgojmë ftesë dhe ju qytetarë të nderuar që jeni këtu. Ashtu si që e tham javën e kaluar, panairi për gratë në biznes, gratë artizanale është hapur tash edhe nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Ky panair këtu sot do të jetë i hapur për 3 ditë radhazi dhe ftoj të gjithë qytetarët e Republikës që këto ditë të nxehta vere janë në Prishtinë që të vinë të vizitojnë panairin, të shohin produktet nga gratë tona punëtore e gjithashtu të dinë se kanë mbështetjen e plot institucionale. Qeveria e Republikës së Kosovës intensivisht gjatë mandatit të kaluar ka punuar në fuqizimin ekonomik të grave, nga numri i tërësishëm i të punësuarve sa ishin në vitin 2019 303.000, numri zyrtari të punësuarve në Republikën e Kosovës është rritur në 410.000, prej tyre mbi 53.000 janë gra dhe vajza të reja që kanë hyrë në tregun e punës. Thënë këtë, prap numri total i grave në tregun e punës nuk është aty ku duam ta kemi. Vetëm 30% e grave të cilat janë aktive për tregun e punës, grave dhe vajzave, sot aplikojnë apo kërkojnë punë dhe synimi ynë është që ky numër të rritet deri sa të arrijë barazinë e plot të djemve dhe burrave në tregun e punës. Me nisma, sikur kjo për panairin e grave ndërmarrëse, me mbështetje të drejt për drejt që Ministria e bën për bizneset e grave, me promovimin dhe ngritjen e vetdijes të gjithë qytetarët për rëndësinë e blerjes së produkteve vendore, synojmë që të fuqizojmë ekonominë e vendit, të rrisim prodhimin vendor e gjithashtu edhe të fuqizojmë gratë dhe vajzat në tregun e punës. Nuk do të ndalemi, e dim se ka shumë punë për të bërë e gjithashtu edhe shumë rëndësi të krijojmë platforma në të cilat gratë dhe vajzat plasojnë produktet e tyre, prandaj prej platformave online e deri tek vendet e përcaktuara për shitjen e produkteve në tërë territorin e Republikës së Kosovës, do të vazhdojmë të krijojmë këto mundësi si dhe promovimin e këtyre produkteve jashtë vendit përmes mbështetjes së panaireve të cilin Ministria që drejtoj e bën në vazhdimsi. Andaj ju uroj punë të mbarë, shpresoj që prej sot dhe 3 ditët në vijim do të keni edhe qytetare, vizitore, diaspor që vinë, blejnë dhe shijojnë produktet e juaja e gjithmonë mund të llogaritni në mbështetjen dhe përkrahjen tonë pa rezervë. Ju faleminderit shumë dhe punë të mbarë. Sa ma shumë sholla edhe shitje edhe panaire kemi gjithmonë, ashtu si që jemi mu do gjithmonë, jeni yndi veçantë, shumë faleminderit.
Ja, goed party. Komt er een party? Ja, nog mensen. Aber scoor, Magnet mi bunlar?